Sot për ja la mënyrën teme si me përgatit këtë recetë turke që quhen lahmacun. Nëse nuk e keni provuar la, ruajini këtë recetë e bani se gjamat mirë nuk do hani. Atëherë filloj me përgatitjen e recetës. Një anë thellë e shtojmë ujin, hellim majën, shtojmë sheqerin, përzi mirë, e lam që të aktivizohet për 5 minuta. Masandaj hellim krypen, vojnë ullinit, marrim miellin triplo premium nga Diamond, që çdo gatim me ta del perfekt, dhe filloj me punoj mirë brumin derisa të bëhet homogjen. E muloj me një copë e la me pushu. Tash përgatisim mishin e grim, mënyrën që e kam bërë keni shkruar me poshtë në recetë. Masi brumi ka pushu, e marrim, i bëjmë një palosje të lehtë dhe e ndajmë në 6 copa. Çdo copë e bëjmë top dhe çdo top e hapim në petë sikur shikoni në video. Masanej, sipër i vendosim mishin e grim që përgatitëm më parë. Hapim mirë krejt sipërfaqen dhe e fusim u pjek në furrë para ngrohtë në 250 gradë derisa të jetë gati. Faleminderit.